Komisioni Evropian planifikon të vendosë tarifa nga 25 deri në 50% për çelikun dhe nën produktet e tij nga Kina në javët e ardhshme. Sipas medias gjermane Handelsblatt, që citoi zyrtar të lartë në Bruksel, Komisioni nuk ka dhënë ende një koment zyrtar mbi raportin, po ashtu Ministria e Tregtisë në Kinë nuk ka reaguar për tarifat e mundshme. Presidente e Komisionit Ursula von der Leyen deklaroi më herët këtë muaj se do të propozojë një metodë re për të kufizuar importet e çelikut, pasi kapaciteti tepërt global po ulte fitimet dhe po e bënte më të vështirë për industrinë europiane të çelikut të investonte në dekarbonizim. Ajo shtoi se do të krijohet një instrument i ri tregtar afatgjat për të zëvendësuar masat mbrojtëse aktuale për çelikun, që sipas rregullave ndërkombëtare të tregtisë nuk mund të zgjaten përtej mesit të vitit 2026. Ndërkohë eksportet kineze në këtë sektor pritet të rriten me 4 deri në 9%, duke arritur një rekord për rreth 115 deri 120 milion ton, sipas parashikimeve nga analistët. Vetëm 4% e këtyre eksporteve shkojnë në Bashkimin Evropian, sipas të dhënave të Pekinit. Ekspertët theksojnë se ndikimi i tarifave të Bashkimit Evropian në nivelin 25 deri 50% do të jetë minimal për industrinë kineze për shkak të vëllimeve të vogla që shiten në Europë. Më shumë se gjysma e çelikut në botë prodhohet nga Kina, e cila po kërkon tregje të reja për shkak të rënies së konsumit të brendshëm pas krizës në sektorin e pasurive të paluajtshme. Që nga viti 2024, rreth 54 tarifa dhe barriera tregtare janë iniciuar ndaj çelikut kinez. Analistët shpjegojnë se rritja e eksporteve kineze do të sjellë edhe më shumë kufizime nga vendet e tjera. Prodhuesit europian të çelikut përballen gjithashtu me tarifa importe prej 50% në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që nga fundi i korrikut Bashkimi Evropian ka filluar monitorimin e tregtisë së metaleve të ricikluara, duke përfshirë çelikun, aluminin dhe bakrin, pas paralajmërimeve të forta nga industria për mungesa dhe rrezik mbyllje të impianteve përpunuese.